Një rekord i ri botëror është shënuar në tregun e artit ndërkombëtar. Një nga pikturat më të famshme të artistit të njohur Jackson Pollock është shitur në një ankand për shumën marramendse prej $181 milion. Vepra e artit, e cila mban emrin numri 7A 1948, ka qenë pjesë e koleksioneve më të rëndësishme dhe ka tërhequr vëmendjen e blerësve. Ky çmim e rendit si vepra e katërt më e shtrenjtë e artit e shitur në ankand. Stili unik i Pollock dhe rrallësia e saj në treg bën që piktura të kapërcente çdo parashikim, duke u shitur me çmim rekord në ankand. Ky çmim shkatërron plotësisht rekordin e mëparshëm të artistit në ankande, i cili ishte $61.2 milion për pikturën numri 17, e shitur në vitin 2021. Pollock u nda nga jeta në vitin 1956. Gjatë të njëjtit ankand, suksese të jashtëzakonshme kanë shënuar edhe vepra të tjera. Një skulpturë prej bronzi e artistit rumun Konstantin Brancusi, e titulluar Danaide, u shit për vlerën e jashtëzakonshme prej $107.6 milion, duke u bërë skulptura e dytë më e shtrenjtë në histori. Gjithashtu, rekorde të reja u thyen edhe nga kryeveprat e artistëve të tjerë të mëdhenj si Marco Rothko dhe Joan Miro. No, 100% sure, and selling then for $157 million to Alex Rotter's Telephone and selling the Pollock. Congratulations.